dhe ne duhet t'ju kushtojmë rëndësi kësaj forme organizimi në mënyrë të tillë që të ndërtojmë pastaj gjithë sistemin mbi këtë lloj kooperimi dhe mbi këtë lloj organizimi. Nëse të katërt aktorët, universiteti, subjekti privat, bashkia dhe donatori do t'jenë në front me një strategji, sepse këto grupe vendore veprimi kanë një strategji të përcaktuar, ku vendimarrja është nga poshtë lart, në ndallim nga gjithë të tjerat. Unë besoj që ne do të kemi disa rezultate pozitive në disa nga ato zona që janë më të populluara dhe më produse në vend. Është e rëndësishme të theksohet që pak nga ekspertët që kemi parë që ka sjell UNIDO në Shqipëri, kemi vërejtur që shumë nga vendet e Bashkimit Evropian e kanë nisur me këto. Unë kam parë personalisht, kam parë grup vendor veprimi në Molisë të Italisë, ku atje sektori i ushqimit, veçanërisht përpunimi i ushqimit, ishte ngritur në një nivel jashtëzakonisht lartë që nuk e kam parë në asnjë vend tjetër të botës. Ata kishin të organizuar prodhimin dhe gjurmëshmërinë në mënyrë perfekte dhe kishin klasera të tillë që në gjurmëshmëri ne mundet të mësojmë prej tyre se si ata e kishin organizuar. Dhe është ajo që dhe Ana thamë përpara, ata kishin filluar që në shkollë fillore. Që në shkollë fillore fillonte gjithë aktiviteti dhe pastaj përfundonte deri në nivelet më të larta. Por e kishin filluar si proces shëndeti në radhë parë. Dhe ne duhet ndryshojmë tashmë koncept. Ushqimi nuk është më për të fituar ca para nga subjekti prodhues, por subjekti prodhues duhet ta shikojë ushqimin si fenomen shëndetësor. Po e pa në këtë lloj prizmi, ai do të ndërgjegjësohet më shpejt për dëmet që shkakton, por edhe për të mirat që i vijnë. Pastaj të vijë si pastaj proces financiar, sepse një produkt cilësor nuk kushton sa një produkt jo cilësor. Një produkt cilësor të shmang dëmet nga gjobat, të shmang dëmet nga sekuestrot, të shmang dëmet nga pezullimet e ndryshme, nga humbja e tregut e tjera me radhë. Një produkt cilësor të jep goxha avantazh dhe ne kemi këtu rezervën më të madhe. Kam përmendur her pas here në emisione ku kam marrë pjesë që ne prodhojmë realisht në Shqipëri rreth 30.000 ton vaj ulliri. Këtë mundësi që kemi... Dole aty ku e kemi një nga hallet. Jo, këtë mundësi që kemi dhe këtë prodhim që kemi, ne mund të ashesim edhe me 3 euro gjysmë dhe 4, por mund të ashesim edhe 7 edhe 8 euro. Diferenca është goxha e madhe. Por po heq atë që konsumojmë vetë, rreth 20.000 ton që ne konsumojmë brenda vendit, por 10.000 ton ne mund t'i eksportojmë. Dhe nëse ne këto 10.000 ton i eksportojmë me 4 euro, bëjnë 20 milion euro, por nëse i eksportojmë me 8 euro, bëjnë 80 milion euro dhe këtu është dhe rezerva më e madhe tek cilësia. Prandaj është e rëndësishme të ngulisim fort në mendjen e secilit që cilësia nuk është vetëm shëndet, ku ne eliminojmë një pjesë mirë të ilaçeve që vijnë pa kufi,